Speranca TV paraqet. Është një lloj burri që e ka ndërtuar jetën si një rregullore ushtarake. Çdo gjë në ditën e tij ka një orar, një vend dhe një rregull të prerë që nuk guxon ta shkelë askush. Vjehri im, një burr 58 vjeç, ish shef i stacionit të trenit, është saktësisht i tillë. Flokët të thinjur plotësisht, mjekra prerë me saktësi milimetrike dhe ka një shikim që të ngrin nëse guxon t'i bësh një pyetje të gabuar. Unë jam 32 vjeçe. Për burrin tim, djalin e tij, unë isha thjesht një zgjedhje e mirë. Por ai, para 2 vitesh, shkoi të jetonte në Angli për të siguruar para. Unë mbeta këtu, në këtë shtëpi të madhe, 2 katëshe e me mure të larta, duke ndarë përditshmërinë me një burr që e konsideronte buzëqeshjen si një dobësi karakteri. Por unë nuk jam nga ato gra që mbyllen në dhomë dhe pranojnë ftohtësinë si fat. Përkundrazi, sa më shumë që ai përpiqej të mbante distancën e një vjehri autoritar, aq më shumë zgjohej tek unë dëshira për të parë se çfarë fshihej pas asaj maske prej guri. Gjithçka nisi në fillim të vjeshtës. Ishte një kohë e ftohtë e vjehri im kishte një zakon. Çdo pasdite zbriste në punëtorinë e tij në podrum për të riparuar mobiljet e vjetra apo për të mprehur veglat e kopshtit. Aty vinte era tallash druri, vaj makinash dhe tym dohanit të dronjt që ai e pinte me lull. Një ditë zbrita poshtë me një pretekst të thjeshtë. I çova një gotë çaj, ashtu siç i pëlqente pa sheqer. Ai ishte duke fshirë një rrotë të vjetër me letër smerili. Lëra aty, tha ai pa ngritur kokën, me atë zërin e tij të trash që të kujtonte urdhërat ushtarak. Unë nuk ika. Unë mbështeta pas banakut e tij të punës, duke parë lëvizjet e duarve të tij. Ishin duar të mëdha, të forta, me damar të shfaqur që tregonin një jetë plot punë. Pse punon gjithmonë në errësirë, i thash, duke i hedhur një shikim ngacmues. Shtëpia lart është ngrohtë, kurse ti rri këtu poshtë si me qenë në burg. Ai ndaloi letrën e smerilit, ngriti sytë e tij të hirt mbi mua. Në këtë moshë, errësira është më e qetë se drita, më tha ai shumë shkurt. E tani shko lart, se këtu ka pluhur dhe të bëhen rrobat pes, më tha përsëri ai. Ishte një refuzim i qartë. Çdo grua tjetër do të ishte larguar me kokën ulur, por tek unë, ajo fjalë shko lart funksionoi si një ftesë për të qëndruar. Nuk me prish punë pluhuri, i thash, duke u afruar edhe një hap me pranti, aq sa ai mund të ndjente edhe lëvizjen e fustanit tim. Ndoshta kam dëshirë të mësoj si punohet druri, apo nuk ke durim të mësosh një grua të re, i thash unë. Ai mori gotën e çajit, e piu një gëllenjk dhe tha: "Unë nuk kam durim edhe aq shumë, kam durim për punën, por jo për budallëqet e tua. Tani shko tek dhoma jote", tha ai. Dhe këtë herë, zëri i tij kishte një tension që nuk e kishte pasur më parë. Por muri i tij i distancës kishte filluar të tregonte një krisje të vogël, mendoja unë. Çdo pasditë gjeja një mënyrë për të ndërprerë vetminë e tij të rrept. Kur ulej për të lexuar gazetën në sallon, unë ulesha në koltukun përballë tij, jo duke parë telefonin tim, por duke e fiksuar atë drejt në sy. Kur ai e kthente faqen e gazetës, gjente shikimin tim. "Pse më sheh ashtu?" me pyeti një mbrëmje. "Po të shoh sepse je burri më interesant në këtë shtëpi." E në fakt, ai ishte burri i vetëm në atë shtëpi. "Po mendoja se si ka mundësi që një burr si ti pranon të jetoj kështu", i thash. "Unë jam vjehri yt", tha ai, duke e theksuar çdo rrokje me një zë që përpiqej të ishte autoritar, por që tradhtohej nga një lëkundje vogël në duart që e mbanin atë letrën e gazetës. "Ke harruar respektin. Respekti nuk do të thotë që të shtohemi në heshtje", ja ktheva unë duke u çuar.
U ofrova tek tavolina e vogël pranë tij për të marrë një roman që kisha lënë aty. E gjatë lëvizjes, dora ime preku qafën e tij, por ai u mblodh sikur ta kishte prekur rryma elektrike. Mjaft, tha ai me zë të ulët, pothuajse duke përshpëritur, e duke u ngritur në këmbë për të dalë nga dhoma. Kjo lojë nuk më pëlqen, thoshte ai, por unë e shihja zverkun e tij të skuqur teksa largohej korridorit. Ai po luftonte me veten, me moralin e tij ushtarak, dhe kjo e bënte gjithë këtë situatë edhe më të fortë nga pikpamja e tensionit psikologjik. Në fund të nëntorit, filloi të binte bora e parë. Shtëpia u izolua plotësisht nga pjesa tjetër e fshatit. E burri im mori në telefon nga Londra, foli vetëm 2 minuta për llogaritë e bankës dhe e mbylli. Për te, unë isha thjesht një detaj i siguruar në shtëpinë e babait të tij. Atë pasdite, vjehri im zbriti sërish në podrom. Kishte marrë një projekt të madh, po lyente me llak një dollap të vjetër rrobash që i përkishte gjyshes së darjes së djalit të tij. Ererat e forta të llakut të mobiljeve dhe hirit të stobës që digjej në qoshe krijonin një mjedis të mirë, të ngarkuar me një ajër që të merrte mend. Zbrita pa bërë zhurmë. Kishte veshur një kemish të trash fanelle me kuadrate, me mëngë të përveshura deri tek bëryllat. Balli i tij ishte i mbushur me pika djerse nga lodhja. Të thash që këtu poshtë nuk është vend për ty, tha ai pa u kthyer, thjesht duke dëgjuar hapat e mia mbi shkallët e drunjta që po ulesha. Erdha të ndihmoj, i thash, duke marrë një fursh tjetër nga kutia e veglave. 2 duar bëjnë më shumë punë se një, i thash. Nuk kam nevojë për ndihmën tënde, tha ai, duke u kthyer nga unë me furshën e dorë. Por kur më pa, fjalët i mbetën në fyt. Unë kisha veshur një bluzë pak më të hapur dhe i kisha kapur flokët lart, duke lënë zbuluar qafen. E në atë dritë të zbehtë të llampës së podrumit, e gjithë ajo ftohtësia e tij ushtarake filloi të shkrinte si debora jashtë xhamit. U ofrova tek dollapi, fiks në anën e kundërt ku po punonte ai. Fillova të lyeja drurin me lëvizjet e ngadalta, duke ndier shikimin e tij që këtë herë nuk ishte i ftohtë. Ishte një shikim i rënd e i ngulitur mbi mua, një shikim që kishte 2 muaj që përpiqej ta shmangte me çdo kusht. Pse nuk dorëzohesh? Tha ai papritur, duke lëshuar furshën e tij në kutinë e bojës. Çfarë kërkon nga unë? Unë jam një burr i vjetër e jeta ime ka përfunduar. Unë ndala, e lash edhe unë furshën time. Podrumi u pushtua nga një heshtje aq e madhe sa dëgjohej vetëm kërsitja e drurit në sobë. Kërkoj të shoh një burr të vërtet, i thash, duke ecur ngadalë rreth dollapit derisa u gjenda fiks përballë tij. Hapësira mes nesh tashmë ishte e vogël, mund të ndjeja çdo gjë, edhe frymarrjen e tij. I thash ti nuk je i vjetër, ti thjesht ke frikë nga vetja. Ai zgjati dorën dhe me kapi me forcë nga kyçi i dorës. Nuk ishte një kapje e butë, ishte kapja e një burri që donte të më shtyente larg e të më tregonte se ai ishte ende shefi i asaj shtëpie. Nuk e di se çfarë po bën, tha ai me një zë që i dridhej nga inati apo nga diçka tjetër që po mundohej ta mbante fshehur brenda krahërorit. Nuk mund të luash me mua kështu, unë kam rregulla, më tha ai. Rregullet janë bërë për njerëzit që nuk kanë guxim të jetojnë, ja ktheva unë, duke mos e tërhequr dorën time nga shtrëngimi i tij. Përkundrazi, unë mbështeta më shumë te krahu i tij i fortë. Më shikon e sy dhe më thuaj që vërtet dëshiron që unë të ngjitem lart në dhomën time. Ai më shikoi, e për herë të parë, ai shikimi i tij i hirt e humbi atë rreptësinë e ftohtë. Ishte një betejë e madhe brenda tij, një thyerje e të gjithë parimeve ushtarake dhe ligjeve të fshatit që ai kishte mbrojtur gjithë jetën. Duart e tij që më mbanin kyçin filluan që të lëshonin shtrëngimin dhe u kthyen në një përkëdhelje të lehtë, gati të padukshme, por mbi lëkurën time.
Ky është një gabim, përshpëriti ai, me zërin që doli i mbytur nga fundi i fytit. Atëherë, le ta bëjmë atë gabim, ja ktheva unë, duke u ngritur pak në majat e këmbëve. Nuk pati skenat e tjera e as fjalë të tepërta. E gjitha ajo këmbërngulja ime prej 2 muajsh, e gjitha ato refuzimet e tij të rrepta, e muret e akullta që ai kishte ndërtuar rreth vetes, u shemben brenda asaj sekonde. Ai u përkul përpara, duke thyer përfundimisht atë distancën që kishte mbetur. E buzët e tij të ashpra dhe të pjekura nga koha takuan. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.